Përshëndetje nga Tokyo, nga Japonia e largët. Unë sapo kam rritur, por mendja ime është atje në Shqipëri, tek gjërat tona të vogla, tek gjërat tona të thjeshta, ato që ne bëjmë me shumë dashuri dhe përkushtim, pa zhurmë dhe pa pretenduar asgjë më tepër se sa mundemi. Por sado që unë jam korrekt në mënyrën si shprehem, vërej se shumë njerëz në imagjinatën e tyre shpikin madhështi të pretenduar në fjalë, deklarime apo shpallje që unë apo ne bëjmë. Në datë 21 gusht, ne ishim të gjithë bashkë, ata që jemi, aq sa jemi, dhe konfirmuam beslidhjen tonë, një beslidhje të thjeshtë, njerëzisht të ndershëm, njerëzisht të papërlyer, qytetar, apo si shpëlqejnë në kohët e sotme të quhen popull i thjesht, rini. Asnjë oligark, asnjë zyrtar, asnjë ish zyrtar, asnjë ofiqar i pasuruar, i korruptuar, asnjë përfitues tenderash publik apo asnjë përfitues financimesh apo donacionesh apo sponsorizimesh nga fondacionet huaja, nga bamirës të mëdhenj të huaj, pra të gjithë qytetar të thjesht, të papërlyer të këtij vendi, popull. Unë vetë personalisht nuk e kam qejf fjalën popull, sepse për mua fjala popull është një shpikje diktatorësh. Mua më pëlqen të flas për qytetarët. Qytetari ka emër, ka mbiemër, ka identitet, ka plag, ka integritet, ka fuqi vendimi dhe i del për zot vetes së tij, familjes tij, lagjes dhe qytetit të tij. Ndërsa populli është një gjë që krijon idenë e një mase të madhe njerëzore për faqësimi, por që çdo gjë e lën në anonimitet. Kur thua popull, faktikisht zëre se ke vënë një emër të madh për të shpikur një ide të madhe, por ke lënë çdo zgjidhje, çdo përgjegjësi jetim. Prandaj qesh pak me veten kur jam i detyruar dhe unë të përdor fjalën popull. E bëj sepse e shoh që gjua e shumë njerëzve që më shkruajnë këto ditë është e ngarkuar me këtë fjalën popull. Ku e ke popullin, atë mbështet populli, atë do populli, as të do populli. Nuk e di, me thënë drejtën. Nuk e di, por unë nuk e di pse nuk po e kuptoni këtë gjë një herë që unë e kam shpjeguar me mira herë. Ora, unë jam Marian Galdini dhe nuk jam politikan. Mesazhet e mia politike janë pjesë e ndërgjegjes time, janë pjesë e detyrës time qytetare, prindërore, intelektuale, po të doni. Pra unë jam thjesht duke ushtruar qytetarinë time. Nuk jam politikan. Fiksojeni mirë në kokë, nuk jam politikan. Që do të thotë që nuk konkuroj për politik, nuk do të konkuroj për politik, nuk kam ndërmend të konkuroj për politik, nuk kërkoj vota dhe nuk kam ndërmend kërkoj vota. Nuk jam i zgjedhur, nuk kam qenë kur i zgjedhur dhe nuk kam ndërmend kur më të kërkoj vota për të qenë i zgjedhur. Të paktën për aq kohë sa unë do ta quaj të përmbushur këtë betim që i kam dhënë vetes time. Prandaj, ju lutem, jo çdo mesazh ku dëgjoni për politik e bën tjetrin politikan.
Pra unë nuk e di se si digjoni, nuk e di se si gjykoni ju fjalët e mia, dhe unë nuk e di pse i kategorizoni fjalët e mia politikisht kur nuk jam politikan. Atëherë në momentin që unë nuk jam politikan, ore e kuptoni që me rregull treshi bie që unë jam qytetar si ju, jam një nga ju. Jam qytetar, jam popull dhe unë nuk jam politikan. Por edhe kur kam pas provuar të konkurroj në politikë, kur unë isha kryetar i LRE Rinisja, aso kohë prap asgjë nuk më bënte politikan, përveç faktit se unë kisha marrë përsipër që të drejtoja një projekt politik që konkuronte dhe përrjedhoi dhe kërkonte votën dhe besimin e shqiptarëve, e unë isha përgjegjës për atë gjë. Ama asgjë politike nuk kishte aty se ne prap ishim një parti e re, e pa votuar, e pa financuar, e pa sponsorizuar, pra ne nuk kishim asnjë lloj roli dhe detyre. Ne nuk kishim asnjë lloj ofiqe dhe asnjë lloj përgjegjësie për vendimarrjet që bëhen në Shqipëri. Por prap njerëzit kanë një ngutje për me gjyku dhe për me paragjyku çdo kënd. Mjafton që të flas partia, politika, po të dëgjojnë këto terma, turren sikur kërkojnë t'u veshin të gjithëve qyrkun e fajsisë. Ju lutem të dashur qytetarë të mirë të vendit tim. Ju lutem, fajtorët kanë emër. Fajtorët gjithmonë kanë emër për çdo krim, qoftë ai krim penal, qoftë ai krim personal, qoftë ai krim pasioni, qoftë ai krim dashurie, qoftë ai krim çmendurie, por qoftë edhe ai dhe sidomos kur është krim politik. Çdo faj dhe çdo fajtor ka emër. Çdo faj dhe çdo fajtor ka emër. Dhe unë juftoj ta mendoni kështu. Nëse të vërtet ndiheni të zemruar, të mllefosur, të dëshpëruar dhe të trishtuar nga gjërat që ju kanë ndodhur në jetën tuaj, atëherë kurajo, gjeni emrat, dhe unë po të doni ju ndihmoj t'i gjeni emrat. I keni aty tek fleta e votimit. Tek ajo fleta e votimit, të cilën në ditën e votimit ju shkoni, i vendosni atë shenjën po dhe i hidhni në kuti. Të gjithë fajtorët që ju kanë drobitur, sfilitur, raskapitur, masakruar, i keni tek ajo fleta e votimit. Tek ajo fleta e votimit. Aty tek ajo fleta e votimit, para se ta fusni në kuti, aty shpalleni dhe shpaloseni këtë zemratën që keni. Aty, tek fleta e votimit. Se duke kërkuar që të fajsojmë çdo njeri, ne po vrasim në fakt çdo mundësi që në Shqipëri të dalë dikush të bëjë diçka të mirë. Ne jemi shoqëria e ankim-tarisë, por ne po bëjmë edhe shoqëria e dekurajimit. Ne po ja presim këmbët çdo njeriu që do të bëjë diçka. Dhe gjykojmë çdo njeri që përpiqet të flasë për rrugëzgjidhje, për këndvështrime, të cilat mund na ndihmojnë. Të cilat mund na ndihmojnë një shqiptar, mund të ndihmojnë 5 shqiptar, mund të ndihmojnë 100 shqiptar, por mund të ndihmojnë, dëm nuk bëjnë. Asnjë dëm nuk i vjen asnjë njeriu kur ka njerëz të cilët marrin përsipër të flasin publikisht, asnjë dëm. Ndoshta e mirë nuk vjen, por ama dëm jo me siguri. Kështu që nëse ju jeni të zemruar me dëmbërësit, atje drejtojeni gishtin e fajsisë, ke ata që janë dëmbërës,
por të shani dikë pse sipas jush nuk bën dot mirë, me të gjithë dëshirën që mund të ketë, sipas jush ama, prap, sepse kjo mbetet gjithmonë e diskutueshme. Kjo nuk ka kuptim. Tani çfarë kam thënë unë që ditën e parë kur ne po njoftonim 21 gushtin? Kam thënë që ne do mblidhemi të vërtet aq sa jemi. Dhe ajo ndodhi. As shpallëm madhështi, as shpallëm pompozitet, as thamë jemi shumë, as thamë jemi pak, dhe ajo ndodhi. Ama ne bëm një beslidhje. 100-120 njerëz u bashkuan në shesh, u bashkuan në sallë, dhe rënë dakord që të jenë një alternativë vepruese për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarisë. Kjo është rruga jonë. Tani unë nuk e di ku dëgjuat dhe ku lexuat nga unë apo nga ndonjëri prej nesh të LRE Rinisja të flisnim që ne do shpëtojmë Shqipërinë, ne do bëjmë namin, madje përkundrazi. Çdo ditë unë personalisht kam thënë nuk do bëjmë namin, se nuk e bëjmë dot namin. Do hedhim një hap dhe atë bëm. Hodhëm një hap. Tani 21 gushti shkoi. E dha mesazhin e vet, e kumtoi qëllimin e vet, dhe të gjithë ne kemi detyrë që pas 21 gushtit të mendojmë për çfarë vjen më pas. Unë jam Marian Galdini dhe nuk jam politikan, por askush s'ma ndalon të drejtën qytetare që t'jem shërbestar, dhe unë dua t'i shërbej kësaj ideje. U pëlqen apo s'u pëlqen disave, unë dua t'i shërbej kësaj ideje. Tani ka dhe një tjetër keq kuptim që unë dua sot ta rimar edhe një herë. Ka njerëz që përpiqen që pozicionimin tim dhe pozicionimin tonë si LRE Rinisja, si lëvizje dhe si njerëz të Paktit të Urtisë, ta shohin si kundërvënie ndaj Flamingo apo ndaj protestës. Jo. Jo, jo, jo dhe jo. As jemi kundërvënie, as jemi antiteza, as kemi punë fare me kërkënd, jo me flamingot apo revolucionet apo protestat, por nuk kemi punë me kërkënd tjetër më, sepse detyra jonë nuk është jemi pro apo kundër diçkaje që bën dikush tjetër. Shqipëria do bëhet e bukur dhe Shqipëria do të zhvillohet dhe Shqipëria vërtet do të ketë energji transformative kur çdo shqiptar i mirë të mendoj se si të bëj mirë detyrën dhe misionin e vet sipas besimit që ka. Nuk mund t'imponojmë të tjerët ne që ta mendojnë si ne. Ne shembullzojmë, shpalosim, shpallim, dëshmojmë dhe ecim përpara. Asnjë njeri nuk ka detyrë të jetë pro dhe kundër diçkaje apo dikujt. Të gjithë ne kemi detyrë të jemi pohues, shembullzues dhe përforcues të asaj që ne bëjmë. Tani unë nuk kam ndryshuar mendim dhe qëndrim. Kam 20 vite, por më shumë të paktën në 6 vite fundit flas çdo ditë për nevojën për një Shqipëri mendojnëse, për nevojën për një Shqipëri të urtisë, për nevojën për një Shqipëri ku u jepet mundësi, kohë dhe shans të diturve. Tani çfarë faji kam unë që unë se kam ndryshuar korsin time? Unë nuk di një ditë në jetën time ku mos të kem denoncuar, nuk di një ditë ku mos të kem denoncuar e folur me zë të lartë kundër regjimit trepalësh Rama, Berisha, Meta. Madje kam qenë klubi i plaçkaxhinëve.
Dhe nuk e kuptoj dot se si mund të ketë njerëz të cilët sot të ngazëllyer nga ajo që po ndodh me flamingot apo revolucionin apo të apasionuar pas çfarë po dëgjojnë atje, të mohojnë faktin se por çfarë po qëndrojnë ata sot atje. Unë kam 20 vjetë që flas. Në qoftë se ju mendoni dhe besoni se rruga e tyre është rruga e zgjidhjes dhe e fitores për mbi të keqen, ore mbështetini. Mbështetini me gjithë fuqinë tuaj dhe paçi fitore dhe fitore sa më të plotë, sa më të madhe, e sa më të shpejt mundësisht. Por nuk fitoni gjë duke më vendosur mua kundër. Nuk fitoni gjë duke kërkuar patjetër të interpretoni Arian Galdinin kundër. As të më shpallni të shitur, as të blerë. Nuk e di ku e keni fitoren dhe nuk e di ku e keni Leverdin dhe sinqerisht kur nuk e kam kuptuar në Shqipëri këtë logjikën që kur krijohen ushtri, të gjithë duan me çdo kusht t'i ndajnë njerëzit o me mua o kundër meje. Po nuk jam nga ata që vendosem kollaj në llogore dhe në ushtri. Më vjen shumë keq. Unë jam nga ata njerëz që besoj sinqerisht tek idetë e mia. U pëlqen apo s'u pëlqen, e kuptoni apo se kuptoni. Sot për sot, unë jam ky. As e ndryshoj mendimin dhe qëndrimin tim, as e negocioj për kërkën dhe për asnjë arsye. Dhe aq më tepër, as që bëhet fjalë që unë ta imagjinoj veten të tërhiqem apo të hesht për shkak të trysnisë dhe presionit të tjerëve. Rinisja është rruga ime, rinisja është zgjedhja ime, pakti i urtisë është alternativa ime. Unë besoj tek Shqipëria mendonjëse. E kuptoni apo se kuptoni, sot më shani, më mallkoni, por unë ma kam thënë, bëni durim, sepse asnjëri nga ne nuk do të pretendoj se flet vërtetën, por ama bijem të gjithë në një mendje se koha është ajo që flet vërtetën. Le të lëm kohën të flasë vërtetën. Dhe ndërkohë secili prej nesh të bëj atë që beson dhe secili prej nesh ta bëj me sa më shumë nder e vlerë atë që beson. Secili prej nesh me sa më shumë përkushtim për atë që beson. Ju që besoni tek flamingo, tek revolucioni, tek protestat, ju lutem, mos shpenzoni energji për të shpallur armiq imagjinar. Shkoni, mbështesni, fitoni. Unë me ata pak njerëz, me ata 100-120 njerëz që besojnë tek mua dhe tek pakti i urtisë, pa objektiva dhe qëllime politike për karrierë, për Arian Galdinin apo për ndonjë tjetër, por sepse ne besojmë me të gjithë fuqinë e mendjes dhe shpirtit ton se kjo është rruga e ndryshimit, ne do të bëjmë punën tonë siç ja kemi nisur dhe siç ja rinisëm në datë 21 gusht. Paqe të gjithëve, rrini të qetë, kundërshtit dhe armiqësit na dobësojnë të gjithëve. Ndërkohë, përkushtimi për të bërë sa më mirë secili punën e vet aty ku mendon dhe aty ku beson, ndoshta i bëjnë mirë dhe Shqipërisë, ndoshta i bëjnë mirë edhe vetë kauzave që ne mbështesim edhe vetë mënyrave të menduarit që ne kemi. Paqe.